Kampionati i futbollit 5x5 Master që po zhvillohet në Shkodër nga shoqata rajonale e futbollit në bashkëpunim me federatën, luajti ndeshjet e javës së katërt. Një javë ku spikatjen më të madhe kishte përballja mes ekipeve të Medias dhe të Bashkisë që përfundoi me rezultatin 5-9. Kënaqësi më kthjellë herë me lyt, sidomos në fushat vogla. Kur rrim në fushë më është pak vështirë mu ambienton fushët e vogla tek pasimi apo tek gjytja. Po gjithsesi puna është me nxjerr ders, me lyt me shokët edhe me kalu pakun e lirë. Kam edhe fatin në fakt me lyt edhe me disa futbollistë që kanë lyt futboll si Roni dhe Albani. Është më lehtë për me edhe me kombinu, por rëndësi ka që na të kalojmë kohën mas dite dhe të jetë një neshe që jo rëndësi kush fiton, po rëndësi ka që të kalojmë kohën. Thëm drejtën, në rezultati s'ka rëndësi, është një loja që i banë dy ekipet, një lojë shumë e mirë, nga dy ekip, pavarësisht se Bashkia Shkodër ka në përbërjen e saj 3 ish futbollistë të vllaznisë, dhe kjo e tregoi edhe fusha, por rëndësishme është si gjithë ekipet po bën një lojë dinjitoze. Po aq s'kena mujt me pa kur e kena trit pak të shpabojnë të shina të leq. Dhe është një kënaqësi e madhe sepse do t'i falenderoj shumë shoqatën e Federatës Shqiptare të Futbollit që i bën mujt këtë aktivitet. Është një aktivitet që bëhet gjithë botën në kohën e dimrit dhe jeni shumë të kënaqur që marrin pjesë edhe herë dy herë në javë dhe me shok, me miq. Me thënë drejtën është një kënaqësi shumë si është zhvilluar kampionati dhe shpresojmë që mos të ndalohet më sepse është të mirë në sportit. Në dy ndeshjet e tjera të javës së katërt, ekipi i Spitalit fitoi 4-3 përballë Oshe, ndërsa Universiteti Luiç Gurakuqi mundi shoqatën rajonale të futbollit 7-6.